Shqipëria nuk është vetëm një destinacion turistik. Ajo po shndrohet gjithnjë më shumë në një vend tërheqës për të huaj që zgjedhin të jetojnë këtu, qoftë për arsye pune, biznesi apo jetesa afatgjatë. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme gjatë vitit të kaluar janë pajisur me leje qëndrimi rreth 13.200 shtetas të huaj. Ajo që bie në sy në raportin zyrtar është rritja e numrit të shtetasëve nga India me 1.634 leje qëndrimi të lëshuara vetëm në vitin 2024, duke u renditur të dytët pas italianëve. India si një vend i tretë është përfshirë gjithnjë më shumë në importin e fuqisë punëtore për të kompensuar mungesën e burimeve njerëzore në sektor të ndryshëm të tregut shqiptar të punës. Sipas të dhënave nga Inspektorati i Punës, shtetasit nga India, Filipinë dhe Egjipti përbëjnë pjesën më të madhe të punësimit të huaj në Shqipëri. Këta individë angazhohen kryesisht në sektor me mungesë të theksuar të fuqisë punëtore, si ndërtimi, shërbimet dhe industria përpunuese. Ndërkohë, italianët zën vendin e parë për nga numri i lejeve të qëndrimit me 2.156 persona të pajisur gjatë vitit të kaluar. Në pjesën më të madhe, ata nuk janë të përfshirë në tregun e punës, por vinë për të qëndruar me plane afatgjata për pushime, pension apo për të zhvilluar një stil ndryshe jetese në Shqipëri. Aktualisht në vend numërohen rreth 20.000 të huaj me leje qëndrimi të vlefshme. Rreth 65% e tyre janë të përfshirë në tregun e punës, ndërsa pjesa tjetër qëndron për arsye të tjera, duke përfshirë studimet, bashkimin familjar apo turizmin afatgjat.